të kemi djathin dhe ai nuk e di, me njerë pas blokimit këti do të kryeshin analiza mbi produktin për të parë që nëse ky produkt mbartë rreziqe biologjike apo rreziqe kimike dhe pas asaj do të nxjerrët përsëri me konkluzione edhe mbi produktin. Nuk mjafton vetëm kushtet higjiene sanitare, do të kontrolluar edhe produkti. Për të parë dhe për të vlerësuar se si është ekspozuar konsumatori dhe populata ku ky produkt është shitur. Madje do të shkuar më tej duke kërkuar dhe duke gjurmuar produktin ku ka shkuar ai dhe ku është shitur për të vlerësuar nëse ka konsumatorë të cilët kanë shfaqur shenja të dëmtimeve të shëndetit për shkak të këtij produkti ose jo. Pra, survejimi dhe çfarë problemesh mund të sjelli pak a shumë? Po, që nga helmimet e ndryshme, që nga diaret, që nga dhimbjet e barkut, në grup moshat që janë tek fëmijët mund sjell shqetësime të tjera, në gratë shtatzana një djath i tillë mund të jetë ekspozohet me rreziqe të Listeria monocitogenes që ku nuk plotësohet kushtet standarde, niveli i tyre dhe numri i tyre është shumë i lartë dhe njerëzit që kanë sistemi imun të dobët dhe që janë të moshuar, mund të shfaqin raste të sëmundjeve të tilla siç janë të listeriozës apo helmimeve të ndryshme që mund të vinë nga patogjenë të tjerë të cilët ndodhen ose janë në një numër të lartë të këtë produkt kontaminuar.